mi sakt konkret. Gjatë këtyre 9 seancave sa ka ngaluar, 1 muaj e gjysmë diçka. Pyetja e kam dëgjuar dhe e kam parë tek opinioni publik, tek ata qytetarë të ndërgjegjshëm që shqetësohen. Thonë, a jeni paguar ju për këtë periudhë, Gruda? Jo. Edhe Kraki? Edhe a mendoni ju që i meritoni pagat për ta sjellë këtë dramë e për të mos zgjetur zgjidhje? Kraki fillimisht ti, pastaj Gruda. Shikoni sot se isha... Ti madje je detyruar në Paris shkosh edhe të kthehesh. Jo, ne këtu... Se provimet atje... Veç shkova 2 ditë atje se ka nis procesi... Ajo është kosto. I provime, normalisht. Është kosto, pra, nëse s'ke marrë rrogë, vje që je shpenzuar. Jo, shpenzu, po. Dhe isha botem këtu, po edhe me umar sot ju thash gazetarëve që unë nuk di çka është mos me punu. Edhe mu dasht me u rikthy pak në situatë konkrete të punës. Okej. Personalisht, mendoj që përpjekje që po i bëjmë gjithë aty, kush me bllokime, kush për bllokime, kush për zhbllokim, është një farë aktiviteti, janë prove një farë aktiviteti. A sa meriton kjo me u pagu, a meriton me u pagu, është diçka tjetër. Për shembull për ty, personalisht? Po, unë mendoj që kuvendi ende s'ka nis me punu. Unë mendoj që ende jemi, si me thonë, prag të kuvendit. Pra si që dashur të paguën, po? Sipas meje, jo. E keni një zgjidhje, e mund ta refuzoni rrogën? Për këto, po s'ka marrë, se dija sa do jetë ajo, po shikoni. Se dina sa e keni rrogën? Jo, po ndoj kampani tekst dikun, Okej, mendova ka mos dështa që. Okej. Nuk është që ka qenë ky motivi. Por si jeni të sigurt, ka përshtypjen që si jeni të sigurt që e meritoni rrogën me punën që është bërë deri tani? Unë do kisha pas qef që secili deputeti, secilës parti aty, tjetë ma i vëmendshëm, ma i kujdesshëm, legjislaturën tash që ka me nis, që të mundsohet funksionimi normal i shtetit. Që mos shkoni kot edhe të mos prodhohet asgjë. Absolutisht. Bëhet vetëm një dramë. Gjëja publike është gjë serioze. Edhe pse dorën zemër. Njerëzit na kanë mandatu me i mbrojtë dhe me i përmirësu jetët e tyne edhe me i mbrojtë interesat e tyne. Na s'kem në rol tjetër. Të bëhen ligje edhe të mbrojtë interesi i shtetit. Gruda për juve? Pyetja njëjtë? Pyetja njëjtë, unë kuptova që me rregullore këto seancat nuk paguhen. Nuk paguhen. Dhe deputetët do të paguhen vetëm për këto 10 ditë dhe kjo do të paguhet në muaj tjetër. Kështu ma shpjegun që do të thotë që këtë muaj... 10 s'kam, nuk jam shumë i sigurt që është 10 ditë. Po është sigurt, vetëm për prej betimit e tutje. Jo për ato për ato paraprakisht. Për ato nuk paguhen, paguhen vetëm për betimit. Mos do të për ato paraprakisht ja u kanë bërë të padrejtë? Nuk është, ata shpjegoj kushtrim, na jemi, kjo është një post i cili nuk do të matet kështu. Do më thonë, na kemi për derë. Vetëm fundit, për post nderit që është ju jetoni me një rrogë në normale. Mendoj kështu, mendoj unë kështu, kushtrim, që më falë, ta shpjegoj se mirë që na pyete. Mendoj që kjo është mas pari është një nder i madh me kon deputeti Kuvendit të Kosovës për fatsu interesin e qytetarëve të Kosovës. Unë besoj që unë paktën për vete nuk kam shku për atë rrogë. Mendoj që kam punu diçka një jetë sa me mujt me marrë një rrogë tillë edhe diku tjetër, nuk shkoj për rrogën Kuvend. Shkoj sepse mendoj që mu i më shërby diçka për interesin publik. Dhe nderi që më japet është për te çdo shpërblimi për rrogën ose për këto meditjet e këto, kështu që me këtë periudhë deri tani, me këtë 10 ditë, a e keni merituar? Unë kam dhënë angazhimin tim, njerëzit du ta vlerësojnë angazhimin e shumë aktiv. Nuk e di, domethënë njerëzit du ta vlerësojnë, s'më e vlerësoj veten. Unë jam për kushtimin tim sa mirë do kishte qenë që zoti Gruda me kolegëve të tij deputet ndoshta me parafru pak disa gjana që janë për juve janë bazike, ndoshta. Pikrisht frymen e qëllimin e teksteve, pse ekziston një tekst, pse ekziston kushtetuta. Edhe që kolekti din këto nuk kam nevojë. Pse ekzistoj, do thotë qëllimi pse janë aty. Okej, i kam 2 video në fund që dua t'i ndaj para se të shkojmë tek pyetjet e shikuesve. Sot një ish deputet i Kuvendit të Kosovës, edhe që është baba i një deputetes në Kuvend aktualisht. Zonës Marigona Geci, zoti Gani Geci ka ardhur dhe i është përgjigjur zotit Faton Peci, i cili ka folur për një komunikim të brendshëm përsa i takon një bashkëpunimi të mundshëm, eventualisht që e ka përfshirë edhe zonën Marigona Geci, që eventualisht t'ju mbështes juve si shumicë. Gani Geci ka thënë se
Faton Peci dhe Albin Kurti po mundon me i përqa vëllezërit Geci, por këtë nuk po mund ta bëjnë, ka ardhur në obor të kuvendit dhe e ka thënë. Le ta ndjejmë këtë moment për ta patur deklaratën e zotit Kraki. Ndëgjova një intervistë Faton Luçit, Faton Pecit, falë se u hapita. E kishte bënë një intervistë dhe kishte thonë që Gani Geci ju ka dërguar SMS. Fakti është se unë jam taku me